إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Hamdi takon Allahu Xhella Taala, paqja bekimet e Zotit qofshin mbi profetin e tij sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi gjithë pasuesit, ndjekësit e tij deri në ditë të gjykimit. Fjala protokoll vjen nga fjala greqishte protos i pari, kolla ngjitje, që është përdor për faqen e parë të dokumenteve. Kjo fjalë më vonë ka kalu në latinisht edhe ka marrë për masa të kuptimit më të gjerë, duke tregu se sa herë të përdoret fjala protokoll, ka për synim rregulla që përcaktojnë mënyrën e veprimit, manual i sjelljeve zyrtare, rend dhe ceremoni në takimet apo institucionet. Pra sot protokolli do të thotë rregulla dhe mënyra zyrtare të organizimit dhe sjelljes. E nisa në këtë formë këtë hutbe për treguar se ose për të ngritur një pyetje se a ka në xhami protokoll apo jo. Nëse doni me marrë një përgjigje të shpejtë, ajo është po. Dhe ky protokoll në shtëpinë e Zotit Xhella Taala është vendos nga koha ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndërtuar xhaminë e parë në Islam. Pra protokolli para se marrë në xhami, e nga hyrja e xhamisë, e qëndrimin e xhamisë dhe dalja prej saj, është një protokoll i hershëm që është vendos para 1500 viteve në Islam. Xhamia, duke di se xhamia është një vend i shenjtë, vend i adhurimit, vend ku muslimani mëson për besimin e tij, mëson se kush është Zoti, kush është profeti, kush është feja, i mëson sjelljet, etikën, moralin. Nga aty nisin, nga xhamia pra niset drejt rrugës së Allahut Xhella Taala dhe niset drejt sukseseve në këtë jetë dhe në botën tjetër. Edhe krejt kjo që është se xhamia nuk është një vend i zakonshëm, por është një vend tetë i veçantë, që ka rregulla, norma dhe që duhet besimtarët të sillen sipas protokollit të saj. Ai buron, ky protokoll pra buron nga Kurani, nga Suneti, nga tradita e sahabëve dhe dietarët e hershëm. Në Kur'an Allahu thotë ana al-masajidi lillah, fala tad'u ma Allahi ahada. Xhamit janë shtëpia të Allahut. Dhe në to mos ju lutni dikujt tjetër pos tij. Duke treguar se ato janë vende dhe janë vesh Allahu Xhella Taala, duke treguar se xhamiat janë shtëpia të Allahut. Kjo për ta treguar madhështinë e xhamisë si një vend ku besimtari hyn për t'ju përul madhërisë së tij Xhella Taala. Në ajetin tjetër thot ja beni Adem, o bijtë Ademit, khudhu zinatakum inda kulli masjid. O bijtë Ademit, zbukuroni jo kur të shkoni në xhamia. Thanë komentatorët e Kuranit, zbukuroni në pastërtinë e trupit ju, zbukuroni në pastërtinë e shpirtit juaj, zbukuroni në veshjet e juaja dhe zbukuroni sjelljet e juaja kur shkoni për në xhami. Khudhu zinatakum. Zbukuroni kur shkoni tek shtëpia e Allahut Xhella Taala, sepse ato janë vende të shenjta. Nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai alaihi salatu wassalam jep të shumë kujdes xhamisë. Ai interesohej për pastërtinë e xhami, interesohej për rregullimin e safave, kontrollonte zërat brenda xhamisë
sallallahu alaihi wasallam urdhëronte që ato të pastrohen, urdhëronte që ato të kenë rregulla derisa u vendos edhe derë në xhaminë e profetit, që sot e kësaj dite kush shkon e viziton xhaminë e profetit njihet edhe dera e grave. Kur fillun gratë me ardhë në xhaminë e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai e vendosi për rregullat të saj një derë të veçantë që gratë të ndihen më komod në faljen e namazit të tyre, në ibadetet e tyre që bën. Thot Abdullah ibn Umeri, i biri Umeri radiallahu anhu, prej asaj dite që profeti e la një derë për gratë, unë kur nuk kam hyrë nga ajo derë. Pse? Se është një derë të jetë e veçantë që profeti e kalon, dhe sot asaj dite në Medinën e profetit ku shkojnë gratë, motra tona e vizitojnë, ato hynë nga ajo derë që njihet si dera e grave. Pastaj sallallahu alaihi wasallam na tregoi ehabbul bilad ila Allah masajida. Vendet më dashura të Zotit xhelle taala janë xhamiat. Dhe kështu vazhdoi kjo traditë dal gadal tek gjeneratat pas që erdhën sahabët e muslimanët që ndjekën sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, u kujdesën për ndërtimin, për rregullimin, për mbajrvajtjen dhe ruajtjen e këtij protokolli mbi të gjitha. Ata të cilët e mbajnë mend dhe thotë si fëmijë ku kemi shkuar nëpër xhamia tona, nëse dikush e ka prish këtë protokoll, kanë qenë gjendje dhe me nxerr prej xhamisë. Jo që ata njerëz kanë qenë të çmendur, por ata e kanë kuptuar më mirë se na në këtë zaman se çka do të thonë me ruajt protokollin e xhamisë. Dhe kanë ruajt me xhelozi, e kanë rujt me kujdes shumë të veçantë që nëse dikush ka tentuar me prish rendin dhe sjellën brenda xhamisë, ja kanë tregu derën dhe i kanë thonë shkoni herë, mësoj rregullat pastaj eja në xhami. Të dashur vëllezër besimtar, pse ekziston ky protokoll brenda xhamisë? Për shkak të shenjtërisë së vendit që xhamia e ka. Janë shtëpia të Zotit, nuk ngritet në to zone, nuk zgërdhihet besimtari kur hyn në xhami, nuk qesh në xhami, nuk gallxon mohabete, nuk bën zhurr, ruhet dhe e ruan pastërtinë e saj, hyn me qetësi dhe i ndjek rregullat e saj. Xhamia e ka protokollin e vet sepse ky protokoll vlen për rend, për qetësi dhe adhurim, i rreshtohen drejtat, respektohet imami ai që i prin muslimanëve, nuk i kalon safat, nuk kalon para atij që është duke u fal dhe nuk hyn pra në safa nëse ato janë të mbushura. Ky protokoll vlen për xhami sepse ruan organizimin e xhamatit, ruan shenjtërinë e saj dhe ruan beslidhjen që e kanë muslimanët mes veti dhe lidhjen e tyre me Zotin. Dhe ky protokoll vlen sepse brenda saj respektohen njerëz të dijes, qofshin ato fetare apo të dijeve të tjera që janë në shërbim të njerëzimit. Dhe në fund po e përmendi vetëm në pika të shkurta, pa u ndalë në detaje, protokollin e hyrjes xhami. Nuk është herë e parë që ne i u drejtohemi vëllezërve tanë me kësi natyrë ose me këtë formë të hutbëve, por ne si musliman kemi nevojë që shpesh herë t'ja rikujtojmë një tjetrit këtë protokoll, sepse jo mirë jemi duke ruajt dhe jo mirë jemi duke kujdes për ta. Protokolli i xhamisë niset para ardhjes së xhami. Kur besimtari niset nga shtëpia e tij me abdes, përveç atyre që kanë arsye shëndetësore ose kanë arsye të tjera që marrin abdes në xhami. Ec me qetësi duke ardhur në xhami. Nëse ka ardhur me veturë, ai e parkon veturën aty ku është e lejuar dhe jo aty ku i pengon të tjerëve, ani pse ky është duke ardhur në xhami, nuk ja jep të drejtën askush më i pengu fqinjve apo mizon më shumë se një vend për mi pengu të tjerët. Pasi t'i afrohemi derës së xhamisë, në moment që hym në xhami, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na tha Allahumma
iftah li abwaab rahmetik, o Zot mi hap mua dyert e mëshirës tande. Në moment që hyn në xhami, hyn me kamën e djathtë, falemi 2 recate të hijetul mesgjid, përshëndetje për xhami, nëse ka mundësi, pra ka kohë. Nuk i shqetësomi të tjerëve. Kur afrohemi afër, japmi një selam pra që e ndëgjojnë ata që janë rreth neve. Nuk ecim sipër njerëzve, duke i nda njerëz, pra, por ulemi aty ku ka përfundu safi. Gjithherë plotësomi pjesën e djathtë nga pjesa e imamit, dhe ajo që është më e rëndësishme në moment që ulemi, ne preokupohemi me adhurim, marrmi tesbih, bojmi istikfar, ngritmi duart lart ka qielli për ta lutur Allahun, lexojmë Kur'an ose lexojmë ndonjë libër që na bën në dobi neve. Pastaj ulja është në xhami, pra nuk qëndrohet në kamë, për ulet besimtari, duke u mundu që të mbushen safat me rend, pastaj nuk ngritet askush prej vendit, përveç nëse është ndonjë vend ku falen njerëz që janë me aftësi të kufizume apo kanë probleme shëndetësore. Protokoli në namaz, kur imami fillon mi bë safat gati, besimtarit janë të thirrur për qetësi, sepse ata po përgatiten për me dalë para Zotit të tyre. Imami e ka për detyrë të rregullojë safat, e xhamati e ka për detyrë të heshtë. Imami thotë rregulloni dhe drejtoni safat, mbushni zbratësirat, dhe secili prej neve në qetësi e mbush zbratësirën për veten e tij, preokupohet me veten e tij, kërkon falje Zotit xhella taala, duke ruajt qetësinë e xhamisë. Pra drejtohemi si na ka hije dhe falmi si na ka hije si besimtar. Nëse është dita e xumas, kur imami ngritet në mimber, pra për ta marrë hutbën, ne heshtimi si xhamat, nuk flasim nga tek ajman hutbe, dhe kështu dalgadal ne e ruajmë shenjtërinë e xhamisë. Të dashur vëllezër besimtar, Allahu xhella taala ka thonë në salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi e ndalon njeriu nga gjërat e shëmtuara dhe të këqija. Por kjo ndalesë reflekton dhe është kur dalmi na jashtë xhamisë. Me të vërtetë namazi i jon në ndalon nga gjërat e këqija. Dhe kjo lidhet me gjithë respektimin e këtij protokoli. Përderisa ne nga hyrja e xhamisë, të qëndruarit brenda xhami, faljen namazit dhe gjithçka që përfshin, nuk e kemi respektu këtë protokoll, ne nuk përfitohemi nga ky ajet kuranor, inna salate, me të vërtetë namazin në ndalon nga të këqijat. Dhe më shqetësuese janë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto vlen pikërisht për çdo xhamat i cili e prish rendin dhe qetësinë në xhami, i cili qesh me zo, fol vend pa vend, bën mohabet të dunjajës, e ngrit zanin në xhami. Kur hymi në xhami nuk e dimi se a kemi hyrë në shtëpinë e Zotit, a kemi ardhur me ndonjë pazar e kështu me radhë, dhe kjo është një gjendje reale shqetësuese e gjitha xhamiave në vendin tonë. Kjo është një shqetësim që ne xhallarët e diskutojmë dhe mundohemi me marrë masa të ndryshme, edhe pse kemi vendosur rregulla, edhe pse mundohemi me marrë protokolin brenda xhamisë, për fat keq ka njerëz të cilët vedia e tyre për këtë protokoll është tejet e ulët. Vëllezër të nderuar, ne besimtarët kur vim në xhami nuk kemi polec, siç ndodh me protokollet zyrtare të shtetit. Nëse ke shku me një takim zyrtar shtretor, nuk mundesh me hy aty përpos nëse te respekton protokollin e shtetit. Ke shku me disa veshmbathje të cilat nuk i përket, është një sigurim aty që të thotë del jashtë se ti nuk mundesh me hy. Ne nuk kemi polec. Ne tentomi vetëm që të ngritet vedia jonë, dhe jo diçka që lidhet me interesin e imamit, por lidhet me interesin e shenjtërisë së shtëpisë së Allahut xhella taala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të vijë një kohë mbi njerëzit
kur xhami do të qëndrohen në pazare dhe njerëzit do të bojnë pazar brenda xhamive. Gjithashtu sallallahu alaihi wasallam tha, do të vinë një kohë mbi njerëzit kur xhamiat e tyre janë të mbushur me njerëz, por janë të shkatruara nga udhëzimet e drejta që Allahu xhalla taala i ka udhëzu njerëzit që qëndrojnë brenda tyre. Elusë Allahu xhalla taala që na bën Zoti që të jemi shërbëtor të shtëpiave të Allahut çdo herë me pasurinë, me dijen, me kontributin ton, dhe më e mira është që ne pra ta respektojmë protokolin e shtëpisë së Allahut xhalla taala dhe të jeshojmë xhamiat me qetësinë, me nivelin ashtu siç na takon si besimtar. Lutë në Allahun xhalla taala në këtë ditë xhumoje, këtë ditë bekume, sepse Allahu i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve të besimtarëve.